Ky segment u mundsua pjesërisht nga Sunny Shores Travel. Për bileta ajrore drejt vendlindjes dhe çdo drejtim tjetër, telefononi Sami Ademin. Tungjatjeta të nderuar teleshikues dhe mirë se erdhët në emisionin ton të përjavshëm. Siç e dini tashmë, para 5 javësh ne filluam të transmetojmë pjesë dokumentarin Mrekulli Shqiptare, prodhim i stafit të emisionit ton. Tani nuk është më sekret që mrekullit janë 7, kështu që sot i takon të njiheni me mrekullinë e 6, Shkodra. Kurse në segmentin e dytë do të ndiqni një kronik nga Tirana, e përgatitur gjatë edicionit të 10 të Festivalit Ndërkombëtar të Filmit në Tiranë. Është një nga ngjarjet më të rëndësishme kulturore të kryeqytetit të Shqipërisë, por jo vetëm kaq. Për ne që përgatitim këtë emision, ka edhe një lidhje të vjetër me njërin prej drejtuesve të këtij festivali. Gjithsesi, këtë do ta mësoni gjatë minutave në vazhdim të emisionit ton, i cili që prej 3 javësh ju vjen në ekranin e Omni 1 në cilësinë më të lartë të figurës, pra në high definition. Historia e Shkodrës fillon me këtë kështjell. Njihet ndryshe edhe si kështjella e Rozafës, sipas gojdhënës që mban të njëjtin emër. Një dukuri e thjeshtë e natyrës, e shndruar në gojdhën prej një frymëzimi poetik. Në fantazinë e poetit të panjohur, ky ujë që pikon prej mureve të mbashur me lagështir, është qumshi i Rozafës së flijuar për hir të kështjellës të sapo ndërtuar. Shkodra është ndër të rrallat qytetit të Shqipërisë së lashtë që e ka ruajtur të pandryshuar emrin e vet që prej 24 shekujsh. Fillimet i ka si një qendër banimi i lire me emrin Skodra, e ngritur pikërisht mbi këtë kodër, rreth shekullit të 5 para Krishtit. Gjurmë të mureve ciklopik gjenden në hyrje të kështjellës, midis 2 oborreve. Historiani romak Tit Livi e ka quajtur Shkodrën një vend të fortë të labeatëve, shumë i vështirë për të pushtuar. Vendodhja e kështjellës është sa panoramike, po aq edhe strategjike për vetëmbrojtje. Shkëmbinjtë e pisur të kodrës 130 metra mbi nivelin e detit e mundësonin këtë. Kodra është rrethuar nga ujërat e Kirit, Drinit dhe Bunës. Shumë pranë ndodhet edhe liçeni i Shkodrës. Afërsia me ujërat dhe dalja e shpejtë në detin Adriatik e ka ndihmuar Shkodrën të kthehet shumë herët në një qendër të rëndësishme tregtare, zejtare, administrative dhe ushtarake. Të parët ishin mbretërit i lirë që e kthyen Shkodrën në kryeqytet të zotërimeve të veta. Pas pushtimit të gjatë romak, Shkodra u bë pjesë e provincës romake të quajtur Illyricum, dhe më vonë në Bizant, pjesë e Prevalitanës. Dyndjet slave në Ballkan, si dhe dobësimi i perandorisë së Bizantit, solli një paqëndrueshmëri të gjatë politike në Shqipëri dhe në mënyrë të veçantë në Shkodër. Qyteti ndron shumë herë sundues. Për një kohë të shkurtër ai bëhet pjesë e principatës së Ballshajve në shekullin e 14. Por në fillim të shekullit pasues i dorëzohet Venedikut dhe mbetet i tyre deri në rrethimin e Egër Osman të vitit 1479.
Qëndresa heroike e kështjellarëve të Shkodrës, shumica vendas, ka hyrë në histori përmes rrëfimit të humanistit shqiptar Marin Barleti. Pushtimi turk la gjurmë të thella në Shkodër. Ndër ato më të dukshme është edhe shndrimi i kishës së Shën Shtjefnit në xhami. Vetë muret e kështjellës u rindërtuan sipas stilit osman, kurse kështjella filloi të quhej persisht Kala. Gjatë viteve 1757-1831, Shkodra administrohet nga dinastia shqiptare e Bushatlinjve si një pashallëk me autonomi të gjerë për Istanbulit. Karakteri luftarak dhe i pavarur si dhe etja për shtrirje toksore i shtyu Bushatlinjt në përplasje me sultanët, të cilët si ndëshkim disa herë i dënuan me vdekje në mungesë. Gjurmët e sundimit të Bushatlinjve dallohen ende në Shkodër. Xhamia e Plumbit është një nga shumë veprat publike të ndërtuara në kohën e tyre, po kështu edhe kjo ura e mesit. Historiani Nexhmi Bushati, e një heras edhe pinjoll i familjes së Bushatlinjve, vlerëson edhe një ndihmës të veçantë të dinastisë për kulturën shqiptare. Ditë i fundit është vënë pa biblioteka e Bushativet. Me këtë bibliotekë ata arritën të grumullojnë në afër 3000 volumesh. Po anvarësisht se sot nuk kanë mbet veç në bibliotekën kombëtare ruhen 150 ekzemplar, por mjafton dhe ato 150 ekzemplar me tregu pasurinë e madhe të kësaj biblioteke, po njëherët tregu dhe nivelin e këtyre pashallarëve, njerëz që ja dinin vlerën librit, apo jo, që e njihnin librin, që e lexonin librin, do të grumullojnë edhe këtë literaturë. Përveç sfidës së hapur që i bën portës së lartë disa herë edhe me armë, Bushatlinjve duhet u njihet edhe një ndihmës tjetër në formimin e shqiptarëve si kombë, kthimin e Shkodrës në një kryeqendër ekonomike të Ballkanit. Roli njërit prej Bushatlinjve, pikërisht i Karamahmut Pashës, është parsor. Ai arriti të forconte shumë ekonominë, pse mbështeti shumë zhvillimin e ekonomisë dhe tregtisë. Shkodra u bë qyteti me 3000 dyqane, Shkodra në kohë ti u bë metropol, u bë tregu që lidhte Evropën, lidhte Italinë, Austrinë, Venedikun me Ballkanin, me viset jo bregdetare, po viset e mbrojtshme të Ballkanit. Fuqizimi i tregtisë dhe zejtarisë solli edhe futjen e ideve të reja perëndimore, si dhe të veprimtarive të reja shoqërore, të panjohura më parë në perandorinë osmane. Nuk është pra as pak e rastit që Shkodra bëhet djepi i kulturës moderne në Shqipëri. Fotografia, piktura, teatri, kinemaja, futbolli, madje edhe bicikleta janë futur për herë të parë në Shkodër. Një rol të rëndësishëm për lidhjet me vendet fqinj perëndimor ka luajtur edhe Kisha Katolike dhe institucionet e saj. Sot, qyteti vazhdon të ruaj traditën e bashkë ekzistencës dhe e tolerancës fetare, prania e tre ndërtimeve të kultit kaq afër njëra tjetrës në qendrën e qytetit, sikur të arrit këtë ndjesi të mirë. Qyteti i sotëm ka humbur shumë nga pamja e tij e vjetër. Ndërtimet gjatë qeverisjes komuniste të shekullit të kaluar, si dhe asaj post-komuniste, bien me njëherë në sy, edhe sikur ja kanë bjerur pak jeshin Shkodrës, zojës së madhe, siç e thrasin me dashuri dhe respekt banorët e saj. Megjithatë, restaurimet e viteve të fundit në disa rrugë të vjetra janë bërë me shije dhe tërheqës për vizitorët. Në këtë shtëpi të vjetër ngrihet sot Muzeu Historik i qytetit. Është një banesë e tipit me çardak. Oda e pritjes dallohet për oxhakun monumental për jallëqie. Këtu ruhen edhe veshje të traditës të shekullit të 19.
Në dalje të qytetit, jeta ka një tjetër rrjedhë. Pushues ditor freskohen aty ku buna shkëputet nga liçeni mam. Peshkatar amator që kalojnë kohën ose të tjerë që e kanë mënyrë jetese i japin shumë gjallëri pas ditës së korrikut. Lart në kështjell valvitet flamuri kombëtar. Hirën, por e hirshme, kjo kështjell është dëshmitarja e vetme e vitit të pavarësisë. Vet ajo hesht, por gojdhëna e Rozafës vazhdon të përshpërisë shqiptarëve porosinë e vjetër të parëve. Prej 23 nëntorit deri më 2 dhjetor të vitit të kaluar, në Tiranë u mbajt edicioni i 10 i Festivalit të Filmit Ndërkombëtar të Tiranës, i njohur shkurtimisht si TIFF. Në të merrnin pjesë kineast nga shumë vende të botës, garues për një çmim në njërin prej 6 gjinive të festivalit: gjinia e filmit me metrazh të gjatë, filmit dokumentar, atij të animuar, filmit fiction, eksperimental, si dhe filmit shqiptar. Ngjarja përkonte me një tjetër përvjetor shumë të rëndësishëm. Ishte një festival jubilar, i cili u përpoqëm ta sillim në kuadrin e festimeve për 100 vjetorin e pavarësisë. Ishte një festival i cili u zhvilluar gjatë 10 ditëve, i ndarë në 3 seksione: seksionin e filmit gjatë, seksionin e filmit shkurtër dhe seksionin e filmit shqiptar, që koincidoi pikërisht ditën e ditës pavarësisë, e festimeve të pavarësisë. Ishte një përmbledhje e 1000 filmave të ardhur nga 77 vende të botës. Besoj që kemi me pas një punë shumë të vështirë me vendosje cili është filmi më i mirë, sepse kemi shumë pak shpërblime për kaq shumë filma të mirë që ka. Kjo për mua nuk është befasi, se te TIFF kam qenë edhe më herët, domethënë kam vizitu festivalin dhe gjithmonë vjen filma shumë kualitativ, kështu që jam e lumtur që kam pas rastin me i pa këta filma. Вот папку дождемся, будем вместе жить. Mes fituesve për gjinit përkatëse, ra në sy filmi Siberia Mon Amour, i regjisorit rus Slava Ros, i cili fitoi përkatësisht çmimin si filmi më i mirë me metrazh të gjatë, si dhe çmimin e fotografisë më të mirë. Kurse në gjininë e filmit shqiptar, fitues u shpall komedia Sistres nga Birol Urcani, kineast nga Kosova. Gjatë bisedës me drejtorin ekzekutiv të këtij festivali, zotin Agrondomi, i kërkojmë të na tregojë nëse ka diçka që e dallon këtë edicion nga nënt të shkuarit. Një gjë është e sigurt që çdo festival është i ndryshëm, sepse çdo herë pruret janë të reja. E vetme gjë që ndryshon nga organizatorët e festivalit, nga programuesit dhe selektorët, është që të pasurojnë me programe speciale, përveç filmave në kompeticion, me programe speciale për publikun, filma që nuk i ka parë, programe të ndryshme më hedonistike dhe informuese. A ka qenë vështirë ky organizimi i këtij festivali për ju, sepse ka pasur, me sa mësuam këtu, prurje të ndryshme, të larmishme, si nga brenda vendit dhe ashtu edhe nga jashtë. Këtë vit besoj se intereson publikut tuaj, për cilin bëhet emisioni, kemi pasur një rekord pjesëmarrje, aplikimesh në TIFF, 800 filma të shkurtër, short films, dhe feature films në 200 filma me metrazh të gjatë. Kjo ishte një arritje për neve, të cilët u seleksionuan vetëm 100 filma në total, bashkë me programet speciale. Më thatë para shumë filma, kush është marrë me seleksionimin e tyre më mirë? Grupi organizator, unë, Iliri, Genc Përmeti, çdo vit merrem me seleksionimin dhe me programimin e festivalit. Po, juria, roli i jurisë? Sigurisht, juria është ndryshme, është ndërkombëtare çdo vit, përveç jurisë që gjykon filmin në shqip, i cili vjen, edhe ky është i veçantë, ky nuk e kemi ndarë asnjëherë nga festivali. Është një kompeticion ku marrin pjesë filma në gjuhën shqipe. Mund të prodhohet edhe në Kanada filmi, por mjafton që të flasin gjuhën shqipe dhe ai hyn automatikisht në këtë garë. Mendoni se filmat që kanë konkuruar kanë qenë cilësor dhe pretendues për çmimin e parë? Më mirë se sa publiku e vërteton interesin e tij. Neve këtë vit e zgjatëm në 10 ditë festivalin dhe ata nuk u shmangën as edhe ditë. Kjo është një arritje e mirë, që tregon edhe kualitetin e filmave.
E keni zhvilluar këtë festival paralel, si të thuash, me ngjarjen më të madhe kombëtare, shpalljen e pavarësisë, 100 vjetorin e shpalljes pavarësisë së kombit shqiptar. E keni pasur vështirësi, pengesa, apo ju ka ecur puna mjaft mirë dhe keni proceduar normalisht? E morëm këtë risk që para një viti kur e anoncuam në një program televiziv në Tiranë, që do të zhvillohet 10 ditë, e thamë që para një viti, dhe do zhvillohet 10 ditë edhe të caktuar datat, ku data 28 do ishte në mes të festivalit. Ky ishte një risk, shumë veta na thanë keni bërë gabim për këtë datë sepse gjithë vëmendja do jetë e përqendruar. Por unë mendoj që ishte u zhvillua gjatë atyre ditëve, kishte publiku shqiptar, kishte një pasurim të madh të ngjarjeve dhe aktiviteti ynë këtë radhë hyri në kalendarin e aktiviteteve për 100 vjetorin nga Ministria e Turizmit, Kulturës, Turizmit dhe Sporteve. Me që këtë intervistë kemi ekskluzivisht për shqiptarët që jetojnë në Kanada dhe me Samsova për jush keni lidhje me njerëz që merren me shtypin dhe me propagandën atje me median, keni dëshirë të drejtoheni drejt për së drejti atyre nëpërmjet ekranit pasqyrës shqiptare? Për koincidencë kam qenë pikërisht lidhje përpara në Kanada. Në 2003 kam vajtë për herë të parë dhe në 2005 dhe kam njohur organizatorët e këtij programi, producentët Ilir Lenën dhe Arjan, që i kam njohur që përpara që në Tiranë dhe kam dhënë një intervistë pikërisht në ambient në festivalin e parë. Gjithashtu në atë kohë që jetova aty në Kanada kam një lidhje, e kam parë komunitetin atje dhe kam një lidhje shumë të dashur, është një pjesë e rëndësishme e jetës time, është vajza ime Megi, që e puth dhe përqafoj me vallë. Goni, ju falemderit shumë dhe ju sukses. Falemderit dhe juve. Dhe tani të nderuar teleshikues, le të mësojmë të rejat më të fundit nga shqiptarët me banim në Kanada. Botuesit e faqeve të verdha shqiptaro-kanadeze njoftojnë se kanë filluar regjistrimet për edicionin e ri 2013-2014. Libri do të dalë nga shtypi më 1 mars. Lutem të gjithë të interesuarit se të dhënat e bizneseve do të pranohen jo më vonë se data 25 shkurt. Për më shumë të dhëna, kontaktoni botuesit me email ose telefon. Bizneseve që marrin pjesë për herë të parë do t'u ofrohet i përfshirë në çmim edhe punimi i grafikës së reklamës. Merrni pra menjëherë kontakt me Fitimin ose Ismetin. Të dielën e kaluar në njërin prej bibliotekave të Torontos, shoqata shqiptaro-kanadeze mbajti zgjedhjet e radhës për kryesinë dhe drejtuesin e saj. Merrnin pjesë disa dhjetra bashkëdhetar, antar të shoqatës. Në fillim u dëgjua raporti i punës 32 mujore të kryesisë, pati diskutime dhe pyetje dhe mëtej u vazhdua me zgjedhjet e antarëve të rinj të kryesisë. Ranë në sy shumë emra të rinj, njerëz të fushave të ndryshme, të dalluar edhe më parë në veprimtari vullnetare të organizuara nga shoqata. Në fund, kryesia e re rizgjodhi zonjën Ruki Kondaj në detyrën e presidentes së shoqatës për një mandat 2 vjeçar. Në prag të 5 vjetorit të shpalljes së Kosovës shteti i pavarur, artisti Hyt Bitarelli po përgatit veprën e tij të radhës. Në gjininë e tij më të parapëlqyer bazorelievin, ai po i sjell komunitetit punimin me temë nga lidhja shqiptare e Prizrenit. E mbajtur në qershor të vitit 1878 në Prizren të Kosovës, ky dobim kombëtar ka hyrë në historinë e Shqipërisë si hapi i parë serioz drejt bashkimit të shqiptarëve në një njësi të përbashkët shtetërore. Bazorelievi do të jetë gati në ditët në vazhdim. Në emisionet tona të ardhshme do të mësoni më shumë të dhëna. Me rastin e 5 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, shoqata shqiptaro-kanadeze e Hamiltonit organizon mbrëmje kulturore artistike me darkë. I ftuari i mbrëmjes këngëtari Hamdi Raçi, në shoqërimi në tastier nga Alban Kërrellaj. Programin artistik do ta pasurojnë edhe grupet e ndryshme amatore. Mbrëmja do të mbahet në 15 shkurt ditën e premte prej orës 6 të mbrëmjes. Çmimi për të rritur $40. Për bileta telefononi në njërin për numrave që shfaqen në ekran. Adresa e sallës Michelangelos 1555 Upper Ottawa Street në Hamilton. Komuniteti shqiptar i Londonit dhe St. Thomasit në Ontario njofton se me rastin e 5 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, më 17 shkurt të dielën, prej orës 5 pasdite, do të mbahet një darkë festive në adresën 247 Adelaide Street South në London. Do të ketë muzikë live nga grupi i përbërë prej artistëve Hamdi Raçi, Bukurie Domi si dhe Ditar Sherifi. Për më shumë të dhëna rreth mbrëmjes, si dhe për të rezervuar bileta, jeni të lutur të telefononi në njërin për numrave që shfaqen në ekran. Pra më 17 shkurt të dielën, në orën 5 pasdite, Londoni dhe St. Thomasi festojnë 5 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Alba Catering and Events, që prej vitit 2001 me shërbimet si organizatore festash,
ju fton në Celebration Banquet Hall më 8 mars të festoni së bashku ditën ndërkombëtare të grave. Dark me gatime të bollshme të kuzhinës shqiptare, si dhe muzikë nga grupi Toronto Boys. Telefononi për bileta Rudinën ose Elonën në numrat përkatës. Pra, të premten më 8 mars në Celebration Banquet Hall jeni të ftuar në mbrëmjen festive me rastin e ditës ndërkombëtare të grave. Të nderuar televizionist, ju falenderoj që na ndihni dhe në mënyrë të veçantë falenderoj të gjithë sponsorët e këtij emisioni që bëjnë të mundur që pasqyra shqiptare të vazhdojë të jetë një faktor në jetën tonë komunitare, por edhe një urë shpirtërore me botën e gjerë dhe të thellë të kulturës shqiptare, e reja apo e vjetër qoftë ajo. Mirupafshim.